Faleminderit zënën kryetare. Në fakt kisha bërë një listë rrugësh të Konispolit, Finiqit, Sarandës dhe Delvinës, por më thanë qytetarët që këtu po bien rrugët nacionale dhe si mund të flasim neve për rrugët në për fshatrat dhe qytetet tona. Biles më porositën që disa nga ta ishin më të lumtur që nuk i ishin bërë rrugët për arsye se do të ishin bllokuar e nuk do të kishin kaluar dot me këtë cilësi punimesh dhe vjedhjesh masive që bëni ju. Kështu që po e anashkaloj këtë sepse këtu bashkë me rrëshqitjen e rrugëve, rrëshqitit e gjysma e qeverisë, në vetëm 6 muaj ju rrëshqiti gjysma e qeverisë dhe 6 muajt e tjerë t'jeni të sigurt që nuk do të ngjelet askush nga ajo qeveria e propaganduar që vinte e fuqishme me një mazhorancë prej 83 mandatesh të marra një për një me krimin, me drogën dhe me parat e pista. Për ta zëvendësuar, sigurisht kryeministri mori listën e hetimeve të SPAK, gjeti aty ata që hetohen dore 2 e dore 3, ushtarët e klasit të tretë, se ushtarët e klasit parë kishin rënë në betejë dhe i vendosi si ministra të ri dhe do t'i shikoni teksa do të vinë këtu për të mbrojtur ato dosjet e tjera që kanë në SPAK dhe për të bërë buroj e korrupsionit qeveritar që vazhdojnë së bashku. Sot në fakt është 2 marsi dhe prisja që socialistët të kërkonin falje, sepse Komisioni i Edukimit në 11 shtator të vitit 2024 me një propozim fakti një deputeti socialist si ish deputeti i Lezhës Eduard Ndreca, në atë kohë Komisioni në mbështetjen e opozitës dhe posaçërisht të 2 deputetëve të Lezhës, Agron Gjekmarka dhe Kastriot Piroli, e kemi votuar bashkarisht që 2 marsi i beslidhjes së Lezhës të ishte një festë zyrtare, si një simbol që politika bashkohet kur vjen puna tek identiteti kombëtar, tek kujtesa historike edhe tek heroi jon Gjergj Kastriot Skënderbeu. Dhe çfarë bëri mazhoranca? Në mënyrë të paprecedent shkeli rregulloren, një projekt ligj të miratuar në komision nuk e lejoi që të vinte në seancën plenare. Nuk e lejoi të votohej 2 marsi si një festë zyrtare shqiptarëve. Por ju ka vetëm një Skënderbe dhe nëse do të lartësonit Skënderbeun heroin kombëtar, sigurisht kishit frikë se mos i ulnit vlerat Skënderbeu tuaj. Më vjen shumë keq që nuk arritët dot edhe një konsensus të marrë në komision të votuar, ta shndronit në një festë zyrtare dhe ideja ishte që kjo gjë do t'i kërkojë edhe Kosovës dhe do t'ishte një ditë e përbashkët për Shqipërinë dhe për Kosovën. Po gjithmonë për ju ka rëndësi më shumë partia se sa Shqipëria. Nesër në fakt në Komisionin e Edukimit do të diskutojmë iniciativën për rrogat e mësuesve, për pagesën e kategorisë mësuesve, që në fakt është shembulli konkret se si vazhdoni të bëni propagandë edhe se si e keni të pamundur të votoni iniciativat e opozitës dhe tashmë marifeti i ri është që merr iniciativën e deputetës opozitës, vuri emrin e deputetës tuaj, ndryshoj ligjin nga një ligj te ligji tjetër dhe merrni atë që do duhet të ishte rezonanca publike për mësuesit. Në fakt, ju jeni ata që i keni shkaktuar dëmin, ju jeni ata që i keni lënë që nga qershori vitit 2024 deri sot pa pagesën e kategorisë, ndryshimin doni ta bëni si një retushim në ligjin e gabuar, nesër ne do të vinë me amendamente konkrete, e nëse e keni vullnetin që ta çoni deri në fund, minimalisht kur nuk pranoni dot projekt ligjin e opozitës, pranoni zgjidhjet e dhëna nga sindikatat, zgjidhjet e dhëna me amendamente
fundamentet e opozitës dhe mbajeni emrin, gëzojeni se në fund ditës do të mbajeni mend se ata që ja hoqët për 1 vit e gjysmë mësuesve dhe fal betejës së mësuesve, sindikatës dhe të opozitës, jeni detyruar sot të tërhiqeni nga vendimi juaj. Shumë faleminderit.